Egli Tako ka dhënë një deklaratë që ka tërhequr vëmendje brenda dhe jashtë shtëpisë së Big Brother VIP. Gjatë një bisede me banorët, ajo tha qartë se nëse nuk arrin të shpallet finaliste, do të marrë vendimin për të lënë shtëpinë. Nëse nuk shpallen finaliste, unë e lë shtëpinë, nuk qëndroj më as edhe një ditë. U shpreh Egli duke treguar se për të arritja në finale është më shumë se një dëshirë, është një kusht. Kjo deklaratë vjen në një moment kur loja po bëhet gjithnjë më intensive dhe banorët ndihen nën presion. Me këtë qëndrim, Egli tregon vendosmërinë e saj për të mos qenë thjesht pjesë e spektaklit, por për të shkuar deri në fund. A do ta mbaj fjalën nëse nuk arrin finalen? Mbetet për tu parë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.